Gjithmonë një ndjenjë shumë e mirë, së paku për mua, dhe mendoj se gjeneratat e reja, ndoshta është mirë që të jenë dinamike, por gatimi është një aktivitet shumë argëtues dhe ofron shumë kënaqësi, shumë se sa përdorimi i telefonit. Ua rekomandoj kosovarëve të rinj që të përpiqen të gatuajnë posaçërisht për djalmoshat, sepse ju thatë se në Spanjë është traditë që çdo burr gatuan. Këtë jo edhe aq, vetëm ndoshta disa nga ta mund t'i gjeni në kuzhinë apo kuzhinierët që bëjnë karrierë në gatim, por nuk është diçka e zakonshme që secili burr të gatuajë në shtëpi. Të rinjve duhet të them se nuk ka mënyrë më të mirë për ta fituar zemrën e një vashe se sa duke gatuar. Kështu jam martuar me gruan time që vjen nga Kazakistani, jemi takuar në Japoni dhe po përpiqesh që të t'ja fitoje zemrën dhe më në fund kur i afrova disa pjata që i kisha përgatitur, aty ndodhi magjia. Po ashtu, sot i shënojmë ditën ndërkombëtare të mbeturinave zero. Çfarë keni bërë? Jemi duke zhvilluar këto aktivitete, ky është njëri nga ta. Kemi disa aktivitete të komunikimit, por posaçërisht gjatë kësaj dite, pra sot duam ta bartim një mesazh se njerëzit duhet të jenë të vetëdijshëm se kur hedhin diçka në mbeturina, të mendojnë dy herë, a mund të bëj diçka me këtë ushqim? E kemi një karrotë që ndoshta nuk është edhe aq e freskët, le ta bëjmë një supë të karrotave. Nëse keni një copë djathi që ndoshta është vjetruar pak, vetëm prejeni atë pjesën e vyshkur, nuk ka arsye pra që të hidhen para, sepse fundja këtu janë para dhe gjërat po bëhen gjetime të shtrenjta, kështu që nuk është e libedishme që të hidhim këto gjëra. Në Spanjë kemi qenë një vend shumë i varfër. Më kujtohet gjysha ime duke ricikluar ushqimin vazhdimisht, sepse për të hedhja e ushqimit ishte mëkat, ishte diçka e paimagjinueshme, pra duhet të fillojmë përsëri të mendojmë në këtë mënyrë. Çfarë do të na tregoni sot? Tashmë e filluat supën e lëngët të mishit, por çfarë bëjmë ne? Çfarë do të bëjmë me ushqimin që mbetet sot? Do t'i përgatisim dy pjata tradicionale spanjolle që si bazë e kanë bukën bajate, apo të thatë, sepse buka pas 2 ditësh forcohet dhe ne zakonisht e hedhim, por ky është mëkat, sepse po hulumtoja para se të vija këtu. Dhe vrejta si çdo vit në botë harxojmë 900.000 ton bukë. Bukë që është krejtësisht në rregull, thjesht vetëm është bërë paksa bajat, pra me bukë mund të përgatisim të gjitha llojet e ushqimit që janë shumë të shijshme. Pra përbërësi kryesor është buka dhe përbërësi i dytë është supa e lëngët të mishit që ka përgatitur gruaja ime e jo unë. Dhe kjo supë e lëngët të mishit mund të përgatitet me disa copa të ashtit që kanë mbetur nga kuzhina, disa copa të ashtit që mund t'i blejmë në mishtore, dhe kjo supë e lëngët të mishit është shumë i shijshme dhe një element shumë i rëndësishëm për jetën tonë. Është një recetë shumë e thjeshtë. Si e ka bërë ajo? Po supozoj se edhe ti e din këtë recetën. Normalisht për ta bërë një supë të lëngët të mishit, ju bleni mishpule dhe pastaj i merrni copëzat e ashtit dhe i vendosni pastaj në tenxhere me pak ujë, ca kepë, karrota kështu me radhë, dhe pastaj e lini që të vlojë për 1 apo 2 orë dhe pastaj i ashtoni pak krip. Është shumë e thjeshtë dhe pastaj mund ta përgatisni me ca pasta apo që mund ta mbani në një gotë, pra është një ushqim shumë i shëndetshëm. Do t'i përgatisim 2